Me kamerën ton ishim të pranishëm në stërvitjen e klubit futbollistik Malësia, ku ndoqëm nga afër atmosferën pas kthimit nga turneu evropian i zhvilluar në Orebić të Kroacisë. Gjatë vizitës son, patëm mundësi të mësojmë më shumë rreth përvojës së ekipit në këtë garë të rëndësishme, si dhe për ata se si kanë kaluar vogëlushet në përballje me klubet nga Kroacia dhe vende të tjera evropiane. Realizuam intervista me trajnerin dhe disa nga fëmijët pjesëmarrës, të cilët ndanë emocionet, përvojat dhe mësimet e marra nga ky turne. Sipas trajnerit, pjesëmarrja në këtë aktivitet ka qenë një eksperiencë shumë e vlefshme për zhvillimin e lojtarëve të ri, duke u dhënë atyre mundësi të testojnë veten në një nivel më të lartë garues. Po, sparit përshëndetje, mirë që na keni ardhe. Po, javën e kaluar ishim pjesëmarrës në turnamentin internacional në Kroaci. Pra si shtojnë ajo Eurocup ishte edhe vetë emri, sepse kishte ekip edhe nga Europa, me sens se Kroacia është pjesë e Evropës, po kishte ekip edhe nga Austria, nga Zvicra e tjerë. Ne shkojmë me dy gjenerata, me gjeneratën 2015-16 dhe me gjeneratën 17-18. Sparit me të vërtetë është një krenar që kem arrit të organizojmë një pjesëmarrje, domethënë të jemi në një turnament me të vërtetë mallështor. Me të fakti mallështor që ishin ekipat elitare kroate, një Hajduk i Splitit, Dinamo e tjerë e tjerë. Në grupin 2015-16 ishin 24 ekipe, ndërsa në grupin 2017-18 po ashtu ishin 24 ekipe. Të më drejtën, Nizë, edhe pse ndoshta jeni mësuar se klubi Malësia cilin trofeja, kësaj herë duhet të jem real. Vetë fakti se ditën e parë gjatë ultimit, domethënë u nisëm në ora 7 mëngjesit dhe mbrimën në ora 4, kurse ndeshja e parë ishte në 6:30, ishte diçka që deri sot nuk kemi pas rast, pra domethënë ishte një lodhje shumë e madhe, por me të vërtetë duhet ta ceki se edhe rregullat që kite ekipi kroat ishin pra diçka që deri sot nuk kemi has. Vetëm duhet ta marr shembull gjenerata 2017 në ligën kampion e Monlit e Zi luajnë në dimensionet 20-15 që është rregullora evropiane, kurse atje kem luajë në dimensionet 70-40. Para mendoni domethënë fusha më e madhe se kjo për fëmijë 8-9 vjeç. Ajo është problemi numër 1 që ishte që klubi Malësia dhe me të vërtetë nuk arriti një rezultat. Edhe pse me 2017 të drejtën e merituam të kaluam me 8 më të mirat, por mbi gjitha u kënaqem. Kaluam shumë mirë, ishte pra ata që kanë qëllimi, u kthyem gjithë shëndoshë mirë. Fëmijët patën rast të luajnë kundër ekipeve elitare, ushqimi, hoteli, shëtia, do të keni rast të shohni një mavojmë, pra ishte me të vërtet një turnamentet më të organizuar dhe sot që kemi para. Dua të di gjithashtu sa i përket fëmijëve dhe prindërve, si u përgjigjen ata këtij turnamenti, kësaj pjesëmarrje? Po, si çdo herë unë jam mirënjohës, domethënë duhet t'i falenderoj prindit për mbështetjen, për besimin, por edhe për shpenzimet. Me vërtet jam krenar, jo sot, por që 15 vite që punoj për besimin që kam, siç po e shihni ju vetë, sot kemi afër 70 fëmijë, domethënë ajo tregon edhe një herë se Malësia beson, din ku i çojnë fëmijët dhe kanë një dëshirë, ose të them mas mirit, kanë një besim të unë dhe menoj që rezultatet 15 vitet e fundit tregojnë. Ne ishim me 22 fëmijë dhe 10 prind. Edhe një herë duhet t'i falenderoj 10 prind sepse kisha nuk është lehtë të shkosh. Vetëm në hotelin ku ishim ne ishin 19 ekipa. Mund ta merrnim, pra nuk është lehtë ti me 23 fëmijë. Me vjen keq bila edhe për disa, por duhet të them se atë rregullora që ishte në Kroaci, ne ishim vitin e kaluar në Gjermani dhe luajtëm me dimensionet
është normale, pra mund të them real se Gjermania është para Kroacije. Ata problemi më i madh në Kroaci ishte fusha, kishin vetëm një fushë. Para mendon as luaj syshën ora 8 e gjys deri në orën 11 në pramë s'ka pandeshje, ashtu që ndoshta edhe është problemi më i madh dhe problemi numër 1 që ne nuk arritëm me rezultate më të mirë. Problemi numër tjetër është me siguri edhe ne kemi dalë në fillim të marsit direkt prej ballon sallës me 2 ushtrime në javë në fushë. Bile duhet ta falenderoj komunalin e Tuzit me drejtor Albi Sinishtaj dhe klubin e futbollit Deçisit që na luajnë në fushën ndihmëse të punojmë 10-15 treninga, që sa do pak të mjatë adaptohet. Ne e dishim se sa fëmijë do merrin pjesë në ndeshjen e ekip, por nuk e dishim edhe rregullorin. Pra, 3 ditë para se më nis për Kroaci na ka rregulloria se edhe fëmia 2017 do të lozin në fushë të madhe, ashtu që pak tjem real, domethënë aty nuk luhet kurrë. Ajo është për fushën U11, U12, U13. Naturisht juve nuk do ndaleni dhe jemi më së të bindur që nuk do mungojnë sukseset. Duam të dim se për çfarë po përgatiteni, duke qenë se shohim vërtet një numër goxha të madh fëmijësh, të cilët po ushtrojnë me shumë pasion dhe shohim që të gjithë duan jashtëzakonisht të sportin e futbollit dhe po kënaqen këtu njëri me tjetrin. Çfarë po i pret ata? Po, me siguri, pra edhe herë kam thënë kërkoj falje edhe tifozëve dhe prindve sepse kem pritur edhe më shumë, jem edhe real domethënë, posaçërisht me gjeneratën 2015-16. Po le të mbetet ajo se është problem pra fusha, siç e dini lypet. Ne sot kemi filluar të përgatitem për vitin e ardhshëm Kroaci, sepse tash e dim se çka na pret atje, i dim ekipat që janë pjesëmarrëse, i dim rregulloren dhe jam më së i bindur se vitin e ardhshëm do të jetë ndryshe. Gjatë javës tjetër na pret kampionati i Malizhi, ku vazhdojmë me 2 gjenerata, jem në qershor, domethënë vetëm se kem marrë rezervim për turnamentin e mirënjohur në Shqipëri, te miku jon jetë Podgorica, jam shumë afër edhe në turnamentin në Gjermani. Me të vërtetë ajo është edhe një ëndër, vetë fakti se janë ekipet elitare evropiane, si një Manchester City, si një Milan, si një Bayern e tjerë, pra jem shumë afër, ende nuk jem 100%, kemi kontakte me dashamirën tonë Rokun, cili është përmes tij duke u interesuar se t'jenë gjithçka si lypet, sepse pak është problem edhe ky transporti, nuk kemi linje direkt, kemi deri në Hamburg, kurse turnamenti bëhet në Hanover, ashtu që jem duke pa mundësinë më të mirë, shpresoj, edhe aty do të shkojmë vetëm me një gjenerat, pra. Do të jenë 8 natë voglush, sepse luhet 5+1, para mendoni në Gjermani luhet 5+1, kurse në Kroaci 8+1, domethënë ajo një diferent, edhe ajo është rregullore që është për këtë moshë. Ashtu që shpresoj rezultate të mira. Kemi në plane të tjera, por to të jenë tash për momente që janë të rezervuara. Shohim që fëmijët vërtet po ushtrojnë, por dua të di edhe sa i përket ushtrimeve individuale. Ka të interesuar nga fëmijët që mbajnë stërvitje individuale? Po, edhe një risi në klubin e megjithëse se kam punuar edhe me parë me lojtar që nuk ishin klubi Malësia, me lojtar nga diaspora, kem filluar me lojtar klubit Malësia, ka shumë të interesuar mbi se për momentin është numri i bushur. Pra kemi 5 termine, në ka 3-4, bile një grup është edhe 5 grupe individual që punojnë dhe prindja besojnë fëmijët vetë, besojnë edhe unë dhe duan që fëmijët të vencojnë sa më parë. Gjithashtu duat ju pyes edhe sa i përket talenteve. Dim që nga klubi futbollistik Malësia ka dalë shumë talenta, të cilët luajnë për skuadra të njohura, të themi botërore kështu. Dua të di se çfarë pritshmërish keni ju, duke qenë se gjenerat pas gjenerate po përcjellni dhe a shihni që kemi fëmijë të cilët premtojnë shumë. Po me të vërtetë, me bamos me besuar, domethënë kam besuar në kushte më të vështira, kam besuar numër kur në kanë shumë më i vogël, dhe sot me besoni flas për gjeneratën 2017-18, e cila edhe në Kroaci tregoi se ka një potencial para ndeshjes, unë nuk e di domethënë formacionin që starton. Pra është momenti që unë vendosim, me të vërtetë i kemi jo 2, po 3 gjenerata, janë edhe voglusha 2018, mos e marr gjithë me emër se po harroj dika, po Neol, Sinishtaj, Nardi, Vuki e tjerë, domethënë janë e armja e klubit, Drini e tjerë, flas për gjeneratën 2017-18, po ashtu gjenerata 2015-16 është potenciali, janë treguar vitin e kaluar në Gjermani vendi i parë, turnamentet e Shqipërisë e tjerë. Por ky është një proces që domethënë lypet vazhdohet, punohet, lypet kushte sepse vetëm fakti se turnamentin që kishim në Kroaci para disa ditëve na ka kushtuar afër 8.000 euro, mund ta paramendoni se janë shpenzime të tjera gjatë vitit. Ne kemi mbi 100 ndeshje gjatë vitit, sezonit, domethënë që kemi pa llogaritë ballonsallën, edhe pse aty domethënë është minimumi që ushtrojmë. Tash i falenderoj edhe Katunin e Uksaleka që na kanë mundsuar në këtë fushë, tash disa vite të punoj, ashtu që sigurisht jam masë i bindur se kim punuar edhe janë 2 muaj ditë këtu në Kroaci do të kenë rezultate shumë më mirë sepse kem dalë direkt nga ballonsalla me 10 treninga në stadion Deçisit, kem shkuar direkt në Kroaci, pra fëmia nuk u gjenden aty se si lypet dhe na mungo pak me gjeneratën 2017 të kalojmë me 8 kamperat.
Ndërkohë fëmijët u shprehen të lumtur dhe krenar për përfaqësimin e klubit dhe për përvojën e fituar. Emri të mbiemri? Aleksandr Kale. Sa vjeç? 10. Tash sa vite ushtron ti në klubin futbollistik Malësia? 54. Cili është pozicioni jot në fush? Mrapa. Mbrojtës apo jo? Po. Po lojtari jot i preferuar kush është? Cristiano Ronaldo. Po në skuadrën tënde kush është më i miri? Bravo. Në rregull. Ishe ti në Kroaci? Po. Si ka qenë atje? Shumë bukur. Jeni kënaq? Shoqëri të reja, apo jo? Po, shoqëri. Cila ka qenë skuadra më e vështirë? Adriatik. Do shkosh sërish në qoftë të jepet mundësia? Po. Po. Po shëtitet ndo pak? Shëtitet nëpër qytet? Po në anije të Ishulla Korçulla. Ishte bukur, a? Po. Mirë. Gjithashtu dua të pyesi në cilën skuadër ti në të ardhmen do luash? Për cilën skuadër ke dëshirë të luash? Real Madrid. Simon Gjeloshaj. Simon, sa vjeç je? 11. Tash sa vite ushtron ti në klubin e futbollit Malësia? 54. Cili është pozicioni jot në fush? Sulm. Sulm. Po lojtari jot i preferuar kush është? Leo Messi. Numri jot në fanell, cili është? 10. Jeti si Messi? Po. Apo dhe më i mirë? Kam e kanë më i mirë. Do jesh më i mirë. Ti ishe në Kroaci, apo jo? Po. Dhe si ke kaluar? Mirë, a kënë shumë të mirë, jam Je knaq? Po, jam knaq në Kroaci. E kem ba shok të rejan prej vetit e Kroacis. Bukur, pra keni njëftuar shoqëri të re. Do shkosh sërish në qoftë të jepet mundësia? Po. Po. Di që ka qenë e vështirë, nuk keni arritur një rezultat, por shpreson që herën tjetër do keni një rezultat të mirë, apo jo? Po. Po. Gjithashtu dua të pyes sa i përket skuadrës tënde, shpeshherë ta bëj këtë pyetje, por dua të shoh ndoshta ke ndryshuar përgjigjen. Kush është lojtari më i mirë në skuadrën tënde? Bela Orahovci. Në rregull, pra nuk jeti më i miri, ja? Se herën e fundit ke thënë një më i miri. Mirë, unë të falenderoj. Faleminderit. Emri dhe mbiemri? Tician Ujkaj. Sa vjeç? 10. Sa vite të bën ty Tician në klubin Malësia? 5. Si cili lojtar ke ti dëshirë të bëhesh? Ronaldo. Po, cili është pozicioni jot në fush? Beku i djathtë. Ishe në Kroaci edhe ti? Po. Dhe si ka qenë për ty? Bukur. Cila ka qenë skuadra më e vështirë për ty atje? Polaça. Në rregull, ti the se si Cristiano Ronaldo ke dëshirë të bësh, apo jo? Po këtu nga shokët e klubit, kush është më i miri? Aleksandr Kale. Sa ditë keni qëndruar në Kroaci? 4. 4 ditë. Je knaq pafund, ë? Çfarë të ka pëlqyer më së shumti? Bukuria. Ndrini Gjelaj. Sa vjeç? 8. Do më tregosh se cili është pozicioni jot në fush? Në midis. Pra ti je mesfushor. Si cili lojtar ke dëshirë të bëhesh? Messi. Si Messi, po cili është numri jot i fanellës? 5. 5 është numri i bukur, apo jo? Po. Më i miri, ë? Në rregull. Po cila skuadra jote e preferuar? Në cilën skuadrë do ti të luash kur të rritesh? Në Barcelona. Në Barcelonë. Ishe ti në Kroaci? Po. Edhe si ke kalu? Mirë. Je knaq? Cila ka qenë për ty skuadra më e vështirë? Se di.
por gjitha ishin të vështira pak, a? Po, fakt. Po herën tjetër do I fitoni të gjitha, apo jo? Po. Po. Dua të pyes edhe sa I përket lojtarit më të mirë në skuadrën tënde. Kush mendon ti se është më I miri? Leonard Kolaj. Në rregull, atëherë të falenderoj. Bravo. Ishe shumë I mirë. Emri dhe mbiemri. Josefin Troj. Sa vjeç je? 8. Tash sa vite jeti në klubin Malsia? 2 ditë. Dhe kush është lojtari sipas teje më I miri këtu? Ky Leonardi. Në rregull, se cili lojtar dëshiron ti të bëhesh? Cristiano Ronaldo. Po në cilën skuadër dëshiron të luash kur të rritesh? Për Real Madrid? Apo për Barcelonë? Real Madrid. Në Real Madrid. Ishe ti në Kroaci? Po. Dhe si ke kalu? Mirë. Ka pëlqyer? Do të shkosh prap? Po. Emri dhe mbiemri. Maida Rafet. Sa vjeç? Lejt. Tash sa vjet jeti në klubin Malsia? 2. Cili është pozicioni jot në fushë? Mjedis. Në mjedis. Ti cili numër ke në fanell? 8. 8 apo 18? 8. 8, shoh se në këtë fanell ke 18, por herë ke 18, herë 8. Cili të pëlqen më shumë, 18 apo 8? 8. 8. Kush është lojtari më I famshëm për ty në botë, më I miri? Cristiano Ronaldo. Si Cristiano dëshiron të bëhesh? Di. Urojmë shumë që të bëhesh si Cristiano. Po në cilën skuadër kur të rritesh ke dëshirë të luash? Për Real Madrid apo për Barcelonë? Real Madrid. Në Real Madrid. Mirë, po këtu në skuadrën tënde, kush është më I miri? Apo jeti? Vetë Alex. Në rregull. Ishe ti në Kroaci? Po. Por ka qenë pak e vështirë sepse nuk keni fituar kupën dhe ju jeni mësuar të fitoni kupën. Herën tjetër do e fitoni apo jo? Po. Po, faleminderit. Do më tregosh emrin dhe mbiemrin. Unë quhem Alex Gërqar. Sa vjeç je? 11. Tash sa vite jeti në klubin Malsia? Unë jam tash 5 vit në klubin Malsia. Cili është pozicioni jot në fushë? Pozicioni jam në fushë është bek I djathtë ose bek I majt. Cili të pëlqen më shumë, I djathti apo I majti? Djathtë. Në rregull, po kush është lojtari jot I preferuar? Si kush dëshiron të bëhesh? Lojtari im I preferuar është Cristiano Ronaldo. Po numri në fanell, cilin e mban ti? 9. 9, pra është një numër I këtyre lojtarëve të famshëm, ë? Po. Po. Ishe në Kroaci edhe ti, së bashku me shokët, si keni kaluar? Shumë bukur kam kaluar. Aty ka natyra bukur dhe ekipet të mira ka. Po këto ekipet ishin shumë të forta, Po. herën tjetër do I fitoni? Po. Në rregull. Dua të pyes edhe sa I përket lojtarit më të mirë në klubin Malsia, kush është sipas teje? Të gjithë janë të mirë, por më I miri është Raovci. Mund të më prezantosh emri dhe mbiemri? Në Elçin Ishte. Sa vjeç? 8. Tash sa vite jeti në klubin Malsia? 4. Cili është pozicioni jot në fushë?
Anësori majt ose i fundit. Ose mbrojtës, Mbrojtës, po. Çfarë të pëlqen më shumë, mbrojtës apo ansor? Anësori. Ansor. Po lojtari jot i preferuar kush është, si kush dëshiron të bëhesh? Cristiano Ronaldo. Numri jot në fanell, cili është? 10. 10 është i lojtarëve të famshëm, a? Po. Po. Po në cilën skuadër do luash ti kur të rritesh? Real Madrid. Në rregull, mendova se do luash për Barcelonë. Në qoftë se të vjen oferta, nuk do e pranosh? Ja. Jo, në rregull. Do më tregosh edhe kush është lojtari më i mirë në klubin Malësia? Alex Holaj. Bukur, ishe ti në Kroaci, tregos si ke kalu. Mirë, vend i bukur dhe Po skuadrat, si ishin ato skuadrat? vështirë. Shumë të shtirë, duhet të ushtroni më fort që ti fitoni. Po. Vitin tjetër mendon se do i fitoni? Po. Emri dhe mbiemri. Romeo Vulaj. Sa vjeç je Reme? 8 gjys. Më trego se cili është pozicioni jot në fush. Bek i djallë dhe krah. Në krahas. Cili të pëlqen më shumë? Bek i djallët. Po gola shënon ti? Po. Sa gola ke shënuar këtë sezon? Afërsisht. Afërsisht 10. Në rregull. Kush është lojtari jot i preferuar? Si kush dëshiron të bëhesh? Si Cristiano Ronaldo. Jo si Messi? Jo. Jo. Në qoftë se të vjen oferta nga Arsenali, do e pranosh? Po. Po, në rregull, shumë zgjuar. Trego ti mua po këtu në skuadrën tënde, kush është më i miri? Alex Holaj. Po në Kroaci, si kaluat? Të pëlqeu? Mirë, jam kënaqur shumë. Jeni kënaq shumë. Skuadrat si ishin? Forta. Forta. Fusha ishte malle? E malla. Ishte vështirë të luani atje? Po, se ne nuk jem kam pëso me lejnë atë fushë. Po herën tjetër do i fitoni? Po. Në rregull. Atëherë të uroj shumë suksese, faleminderit. Faleminderit. Bravo, bravo. Hajde, vazhdojmë, vazhdojmë. Hej, hej. Hajde, hajde, Luj. Mrapa, mrapa. Joja. Hoppa, Toni. Jeka, Toni, jeka. Bravo, hajde, Toni. Vazhdoj, mrapan, mrapan. Mrapan me Dante. Hajde, sulmoje, se Luj. Bravo, Tico. Ej, tash kanë mu ba gati, stop. Brini, ja. Muki 2. Jozefi 3. Sebi, Nika, Brini 2. Nanti 3. Ti 4, ti 5, e Davidi Gja. Vazhdojnë një, vazhdojnë. David Gja, usta. Hadi
Noel, hajde këtu. Jo vetëm ja, hopa. Hajde, vazhdo, hopa. Hajde të dy ekipat jashtë, hajde një dy të tu, hajde. Forma tjare. Buki, beki gja. Hajde sa pas të dishit, Gaz, kaloj! Gata që këtë shumë prapë këta. Ashtë, kaloj! Hajde! Bravo, shko! Bravo, kornet, koje! Centroj, bukur, ej! Me përkushtim dhe punë të vazhdueshme klubi futbollistik Malësia synon të vazhdojë rrugën e zhvillimit dhe të përgatitjes gjeneratave të reja që do të përfaqësojnë denjësisht klubin dhe në të ardhmen.